Po e nis me një epizod që edhe mund ta keni dëgjuar. Qëlloi pikërisht në një nga ditët e qershorit, që një kryetar bashkie, shok i yni, njeri që i rrin kokë punës, edhe komunitetit, më erdhi shumë i acaruar me një grup qytetarësh, që i kishin dalë në protest për një problem në lagjen e tyre diku në një periferi të asaj bashkie. I kam gjetur në llumë, tha, nuk kishin rrugë, nuk kishin trotuare, për ndriçim s'bëhet fjalë, vetëm gropa, ferra, plera, i bëra me rrugë, tha, me trotuar, me drita me pemë, u bëra kopësht, u vura dhe stola, po janë mos mirënjohës. Ai shok dhe koleg të dashur miq, jemi ne të gjithë. Se për secili për nesh e ka menduar qoftë dhe një herë atë fjalë të keqe kur i ka ardhur shpirtit majthundës në marrëdhëniet e punës me popullin. Qoftë me dikë, qoftë me diçka, shpesh me disa. Ka menduar që janë mosmirënjohës. Pikërisht kjo fjalë është piknisja e perspektivës së re që na duhet. Sepse pikërisht në përmbajtjen e saj gjendet kuptimi më i gabuar i fazës re ku ka hyrë Shqipëria. Prandaj dua që t'ua them unë që në fillim, duke shfrytzuar këtë rast drejt në sy atyre që protestuan ndaj kryetarit bashkisë. Atyre që dolën në bulevard gjatë qershorit dhe atyre që kanë protestuar në heshtje apo me zë, vetëm apo me tjerë, kudo nëpër Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, jo vetëm gjatë qershorit, po qysh pas zgjedhjeve të qershorit kaluar. Ju nuk jeni mosmirënjohës, ju jeni matësiri i standardeve tona.